A janë të nxehta, a është rënd me i majt? Jo, nuk është e rënd me majt, duke që shtu pa shumë e lehtë. Edhe kur është nxehtë, piksajna nuk vjen nxehtë. Nuk është nxehtë, Jo. sepse është material i fladitshëm. Tash e qisim shallin, kjo është shalli. A ka të tilla që mundemi me i marrë dhe me qira? Po, Ka. po ka. Edhe na japim me qëra. Edhe ju e kene. Po. Tash kemi avesh e lekin. Është shumë interesante sepse secila trevë në Kosovë ka veshje të ndryshme, por e ka ndryshu ndër vite nga pak. Kjo s'ka ndryshu. Kjo jo. Kjo s'ka ndryshu. Nashta pak janë shtu gure, gjana, po Ma shumë. pak a shumë ka me të njajta. I shikojsha edhe në internet fotografit e vjetra, pak a shumë është modeli njajtë. Dhe me thonë dashur miq, kjo veshja që po e shohim është veshja e Deçanit, e cila ndër vite tradicionalisht veshet për festën e Bajramit. Jo vetëm, veshet edhe në dasmën e nusës, edhe në ditën e grave, e sidomos në vitin e parë kur martohet nusja, veshet në çdo aheng familjar. Po shohim që ka procedura dhe unë me shumë kënaqësi po e ndjek, jo që unë do ta veshi sepse s'më lidh asgjë me Deçanin, po pse si dihet për ai foto. A është gjithmonë bardhë dhe ze, a kanë mund me lujtë edhe me ngjyra? Te e leku luj me ngjyra, e këto tjerat bardhë. Të tjerat bardhë dhe ze. Ky është shumë i bukur. Edhe këto e ka punu ma me ta, po? Andila ndërkohë ka hinë rolin e nusës, nuk po merë frymë. Që thashtë edhe dorën kimu ma marë. E ka marrë kështu me përpikmëri rolin. A janë që ka shtur ta nuset, oj, zonja cime? Po, A ka ndryshu? po të mira e nuset. Ende, do me thonë. A kjo sipër. Tash andi kështë vojnë e mujtë, se s'poj me të mëritë. Mundet me ullë të kjo karika. Sa bukur. Kjo pjesa ma e bukur. A është e ronë? A është e ronë? Jo. Jo. Po menoj që pak i pështon nuset prej punëve të shtëpisë tani. Se e thone kena këtë veshjen, s'muna me punu, nxirren prej situatës. Jo, kur kanë këtë veshën, ma shumë rrinë. I konvenan, Po që ata bëna mi nxirë, për shta spritojnë me vesh. Ta ku këtë jo nusët e Deçanin. A për vesh i veshjen, se s'punoj kur gjo. Shumë e bukur për ndryshe. Shumë po m'blen për shtype që po thu që e kanë vesh do det, do më thonë ka qenë tradit. Çdo ditë e kanë veshë. Shumë e çuditshme, mas pari e vështirë, që shkanë mu çdo mëngjes, një orë ma herët më qume e vesh.
Ko ka konë mirë me ftu edhe nanën tonë, zonja Cyme në emision, e me na kallëzu pak ma shumë, se zonja Cyme e pas ka do menën me punu, pak fjallë e punë shumë, si do qofë nga zonja Cyme nëse s'morëm shumë fjallë, morëm shumë ide të lehta se si veshet në mënyrën ma praktike kjo veshje, sepse edhe në YouTube kur i kemi shiku, kemi pa që goxha procedurë është veshja atyne. Qunë se në kom. A, sa bukura. E kjo, mundet me indru pastaj. Kjo e leku tjetër.